Në këtë edicion do të ndiqni 249.000 euro do të shpenzohen për renovimin e 48 njësive banesore sociale në Gjakov. Njëmi 682 pacient nga zona Hasit dhe Malësia e Gjakovës kanë marrë shërbim ambulantor në 4 muajt e parë të vitit 2025 në Spitalin e Gjakovës. Në Gjakov mbahen garat rajonale të Kryqit të Kuq, vullnetarët nga Istogu shpallën fitues. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Projekti për renovimin e hapësirave të banesave sociale në Gjakov është konsideruar si i domosdoshëm. Drejtoresha e Shëndetësisë Adelina Shehu Kola thotë se 249.000 euro do të shpenzohen për renovimin e 48 njësive banesore sociale në Gjakov. 2 nga banesat sociale ekzistuese në Gjakov janë nënshtruar procesi të renovimit. Njëra prej tyre tashmë vetë se ka mbaruar së renovuari, ndërsa tjetra është në procedurë e sipër. Kështu ka bërë të ditur drejtoresha e Shëndetësisë dhe Mirëqenien Sociale në Gjakov, Adelina Shehu Kola. Atëre e nevojshme ka qenë shumë, si që shihet pra e para që është renovu vjetë dhe si vjetë, një dallim shumë i madh. Kjo qysh se janë ndërtu këtu ndërtesa asnjëherë nuk ka pas ndonjë renovim, edhe është një renovim total, siç shihet është ndrimi i kulmit, janë dyert dritaret, hyrja kryesore, atëre janë pushimorët, shkollet, edhe kfasoda. Ajo bëri të ditur edhe për vlerën totale që përfshin renovimi total i 2 prej banesave sociale. Vlera totale këtyre renovimeve ka qenë dikon 249.000, janë 48 njësi banesore, të cilat i shfrytëzojnë banorët sipas ligjit për të skeme sociale, ata që nuk janë përfitues veç ju shkon thirrja për lirimin e banesave. Nga aty Shehu Kola tha se do të rishikohet gjendja sociale e familjeve të strehuara për të vazhduar banimin në këto banesa. 1682 pacient nga komuna Hasit dhe Malësia e Gjakovës kanë marrë shërbime ambulantore në Spitalin e Gjakovës gjatë periudhës kohore janar-prill 2025. 2 nga pacientët e veriut të Shqipërisë të intervistuar sot nga Mediumi Ynë janë shprehur të kënaqur me shërbimet shëndetësore që marrin në Spitalin Isa Gresta. Numri i qytetarëve nga zonat e veriut të Shqipërisë që marrin shërbime shëndetësore në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza në Gjakov është duke u rritur çdo vit. Hysen Gjuriqi nga qyteti i Bajramcurit thotë se kishte ardhur në gjendje koma në Spitalin e Gjakovës, por pas disa ditë qëndrimi në repartin e internus, gjendja e tij është përmirësuar pas përkujdesit së stafit spitalor. Kom marrë urgjent nga Spitali Bajramcurit, gjendje kome. Të pranimi kur kom hyrë, të aty mi kanë bërë të në analizat, të në qka kanë, shërbim, e me karrocë për pasë e mësë në ishë atje. Ose kështu. E kemë marrë këtu në dispozicion. Na kanë shërbye, si mua, si të në tjeve, si një në korridori një këtu ka flasin tënë, si infermierja, si pastusja, ma doktor, 4 doktorë vinë mjesë. Këtu. I zemrë si tjetëri me konsultu, me folë jo, me të ashtu. Unë jam mikro, kisha me thonë, marrë spitalet tjera, për në atje me marrë eksperiencë këtu. Gjuriqi thotë se në Gjakov është në qytetin e tij sepse jemi vëllezër, por edhe spitali këtu është për të marrë shembull për pritjen dhe shërbimet që i merr falas. Ne jem vëllezër, unë as nuk kom pas, unë nuk njoh as infermierës kërkoj që më thani kam me dinë në hyrje, as i sens ne kanë lënë, unë s'kam paguar. Mas mja përmenë lekin së të këmë bërështu. As i lashet analizat pa lek, ma kanë bërë ata skanërin pa lek. Qytetarët nga zonat e veriut të Shqipërisë, Spitalin e Gjakovës shumë shpesh e zgjedhin për të përfunduar procesin e lindjes. Besmira Matoshi nga Tropoja pas djalit që kishte lindur para 2 vitesh, tha se ka lindur edhe vajzën Ambla në Gjakov. Po është 2 fëmijë që lind këto, edhe djalin para vajzës. Para 2 vitesh kam lindur këto. Tropoja është Malësia e Gjakovës, për gjithçka vim këto.
edhe për gjona tjera, edhe për çdo gjë, vim këtej. Ndërsa në repartin e hemodializës janë hospitalizuar aktualisht 7 pacient, 2 nga Hasi i Shqipërisë dhe 5 nga Tropoja. Agim Prencaj nga Fjerza thotë se 3 herë në javë vjen në Gjakov dhe kryen seancën e hemodializës. Këtu bëjmë dializën, kujdesem për shëndetin me analiza me gjana tjera. Vim prej Fjerze me makinë, bëjmë rreth 1 orë me ardhë. Edhe mirë këtu, mirë, shërbimi mirë. Hilmi Shala, drejtori i spitalit, tha se është rritur numri i pacientëve nga Shqipëria pas pandemisë së Covid-19 dhe tutje, pasi kjo është marrëveshje mes 2 ministrive të shëndetësisë, të asaj të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Ministria e Shëndetësisë Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë kanë edhe një marrëveshje, përveç obligimeve kombëtare vllazërore që kemi ne obligon pra edhe marrëveshje mes dy shteteve. Gjitha shërbimet shëndetësore që ofrohen për qytetarët e Kosovës, ofrohen edhe për qytetarët e Shqipërisë. Çdo shërbim, sidomos pas periudhës Covidit, këto frekuentimi, domethënë nga qytetarët e këtyre trevave është rrit më shumë. Drejtori Shala tha se nga periudha janar-prill 2025, pacient nga Shqipëria që kanë kërkuar shërbime ambulatore në spitalin e Gjakovës janë 1682. Bazë raportit që kemi pranuar janar-prill, i kanë qenë 245 pacientë që kanë qenë të hospitalizuar në institucionin tonë. Kanë qenë 1680 vizita ambulantore që janë bërë, pra vizita të ndryshme që janë bërë. Operime të ndryshme në operacione, pra që janë bërë në spitalin tonë janë mbi 40 operacione. Pra numri i shërbimeve që mirët në institucionin tonë është vazhdimisht i lartë. Në spitalin e Gjakovës përveç zonës së veriut të Shqipërisë, shërbime spitalore marrin edhe nga komuna e Deçanit, Junikut, Ravecit, Malisheves e Gjakovës. Në shënim të përvjetorit të 80 të themelimit të shkollës Ukshin Miftari, nxënësit dhe mësimdhënësit kanë festuar sot me një program të pasur kulturor artistik, të pranishmit union edhe të arriturat të shkollës ndërvite dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm të komunitetit. Në ambientet të shkollës Ukshin Miftari në Skivjan mbaj sot një ngjarje festive me rastin e 80 vjetorit të themelimit të saj. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin përfaqësues të DK-s, të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, përfaqësues të shoqatës së dëshmorëve, si dhe shumë prindër, mësimdhënës e dashamirës të arsimit. Në këtë ditë të shënuar, drejtori i shkollës Shefqet Dinaj zgjodhi të tregojë një historik të shkollës. Në këtë vit shkollor kanë qenë të regjistruar në klasën e parë 112 nxënës, në klasën e dytë 15 nxënës, ndërsa në klasën e tretë 19 nxënës. Konsiderohet se drejtori i parë kësaj shkolle ka qenë Din Saracini, edhe pse jo i emëruar zyrtarisht. Më vonë kjo shkollë ka punuar në një shtëpi tjetër të quajtur Kulla e Fazli Gjobaj. Prej datës 1-2-1952 shkolla ka filluar të punojë në një ndërtesë tjetër, ndërtuar me punë vullnetare të qytetarëve të këtij komuniteti dhe ka plotësuar me mirë nevojat e nxënësve. Shkolla në fjalë është ndërtuar me vendim të Kuvendit Komunal të Gjakovës me numër 4152 faksionit të datës 23/4/1964. Prej fillimit të punës së zero në marrjen e këtij vendimi, shkolla ka mbajtur emrin për parënimin. Prej vitit 1964, me iniciativën e organeve të shkollës, qytetarëve të këtij komuniteti, si dhe me organizata shoqërore politike, merret vendimi që kjo shkollë të merr emrin e dëshmorit të fshatit Skivjan Ukshin Miftari. Përfaqësuesit e DK-s e vlerësuan për vjetorin e 80 të shkollës si një ngjarje me rëndësi të veçantë, duke vënë theksin edhe te emri i shkollës. Sot jemi mbledhur këtu për ditën e shkollës, festën e shkollës, vitin jubilar 80 vjetorin e themelimit të shkollës. Kjo ditë nuk është vetëm një ditë në kalendar të cekull, por në bazë të emrit që ka shkolla juaj, simbolizon sakrificën dhe mohimin dhe dashurit për atë. Të pranishëm në këtë ngjarje festive ishin edhe përfaqësues të organizatave të dala nga lufta, ndërsa edhe Gazment Hoxha nga organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Një prej shkollave rëndësishme, e cila ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin e gjeneratave të reja dhe të popullatës së Skivjanit.
Kryqësia e shoqatës ka marrë vendim që gjitha shkollat të cilat mbajnë emrat e dëshmorëve herojve të gjitha luftave, posa që është të luftës dytë, të ndërojnë ka 1 milione të thjeshtë në shenjë respekti për emrin që mbani dhe kultivani, normalisht edhe për suksesin dhe punën e ju. Emët të lumturit u pan edhe fëmijët. Kena përgatitur një poezi. Ajo është nga Anton Qeta. Kush punon ha? Kjo ngjarje kulturore u shoqërua me shumë emocione si një vit jubilar i suksesshëm për përkushtime të reja ndaj vlerave arsimore, mësimdhënies e mësimdhënies në shkollë. Festë sot kishte edhe në shkollën Mazlum Këpuska, aty u shënua përvjetori 70 i themelimit të shkollës. Në kuadër të kësaj kremte u shfaq edhe një program artistik, si dhe u bën të ditur fituesit e konkursit letrar Adem Beqa. Për të gjithë nxënësit e mësimdhënësit të shkollës Mazlum Këpuska, sot ishte një ditë feste, me një program të pasur artistik. Ata kremtuan 70 vjetorin e themelimit të shkollës. Për drejtorin e shkollës, kjo ditë është e rëndësishme si për shkollën, po për të gjithë komunitetin, sepse kjo vatër e diturisë jo vetëm që ka qenë e njohur në Gjakov, por edhe më gjerë. Sot është 70 vjetori i themelimit të shkollës dhe është e rëndësishme për neve, për nxënësin, për institucionin edhe për Gjakovën dhe Kosovën në përgjithësi, sepse shkolla jonë jo vetëm që ka qenë vatë arsimore brenda komunës sonë, por ka qenë e njohur edhe në Kosovë dhe në shtetin e Jugosllavisë. Kështu që me nderim dhe respekt e kemi nderu edhe dëshmorin Mazlum Këpuska, mirë po njëkohësisht kemi nderu edhe veteranët ata që kanë ngrit emrin e shkollës Mazlum Këpuska në pjedestal. E pranishme ishte edhe drejtoresha e arsimit Eranda Kunova Baçi, e cila uroi të gjithëve këtë vit jubilar. Shkolla Mazlum Këpuska është një ndër shkollat të cilat në vite ka arrit suksese si në gara të ndryshme, si në projekte të ndryshme, si në sukses të nxënësve. Domethënë është një shkollë e cila me të vërtet shquhet për sukseset e arritura. Ne i urojmë nxënësit dhe të gjithë mësimdhënësit, po ashtu edhe drejtorin e shkollës për festën, për këtë vit jubilar dhe ju dëshirojmë normalisht suksese të njëjta dhe në të ardhmen. Njën nga nxënësit ishte mjaft e lumtur dhe tregoi për punën e palodhur të gjithëve për të finalizuar gjithë këtë program. Sot për ne është një ditë shumë e rëndësishme, festa e shkollës sonë, ku jemi mundu me bo matë mundurën me disa pikat që i kemi bo bashkë me arsimtarën, korin, vallen, këngë ndryshme. Edhe unë kom marrë pjesë në 2 valle, vallen e Tiranës dhe të Tropojës, dhe ka qenë shumë mahise. Në këtë ditë feste u bë dhe përzgjedhja fituesve të konkursit letrar Adem Beqa, konkurs ky që përfshiu pjesëmarrjen e nxënësve nga të gjitha shkollat e mesme të ulta të komunës së Gjakovës. Në shkollën e mesme ekonomike Kadri Kusari edhe sot kanë vazhduar vizitat e nxënësve të klaseve të 9-ta, të cilët po njihen me profilet mësimore që ka kjo shkollë. Vizitat e kësaj natyre po vlerësohen si shumë produktive për orientimin në karrierën e nxënësve. Java e dyerve të hapura është duke vazhduar në shkollën profesionale Kadri Kusari në Gjakov, përmes të cilës po promovon profilet ekzistuese si një mundësi e mirë marketing për klasët e 9-ta. Dafina Deva, këshilltare e karrierës, tha se këto ditë janë vendimtare për orientimin e nxënësve drejt profesionit të tyre të ardhshëm. Është dita dytë në cilën në shkollën tonë kemi dyert e hapura, është vazhdimsi e promovimit të shkollës tonë, veç dihet që nxënësit e klasëve të 9-ta të komunës së Gjakovës janë në përfundim të vitit shkollor dhe ka nevojë për orientim në drejtimet e caktuara, të cilët ata duhet i përzgjedhin.
qëllimi kryesor është njohja e nxënësve me drejtimet cilat ne i kemi, mandej me ambientin e shkollës, me kabinetet, me punën cila kryhet gjatë një procesi mësimor një viti. Gjithashtu edhe me drejtimet e cilat i kemi duhet të theksuar që në shkollën tonë ne kemi ekonomi si drejtim, juridik, teknologji, hotelërit dhe turizëm, vetërinë dhe bujqësi. Gjitha këto drejtime me profilet e veta janë drejtimet të cilat nxënësit mund të aplikojnë në kohën kur është të caktuar dhe mund të orientohen sipas dëshirës të cilën ata vetë përshëndeten. Ndërsa Rezarta Deliaj, nxënëse, nuk nguroi të shprehte opinionin e saj për vizitën që bëri. Sot kena vendosur mi vizitu disa shkolla Gjakoves, një ndër to ishte edhe shkolla ekonomike. Kjo shkolla na la shumë përshtypje, ku korridori ishte i mbushur me nxënësat të cilat na shpjeguan për drejtimet që mund të marrim në këtë shkollë. Drejtimi i hotelërisë, i cili ishte shumë i bukur, kishte shumë praktik, ishte një vend sikur me qenë në hotel. Kjo javë është shfrytzuar mjaftueshëm nga nxënësit të shkollave të ndryshme të klaseve të nënta, të cilët nga afër janë njohur me sukseset dhe programet që disponon shkolla. Vullnetarët nga Istoku shpallën fitues të garave rajonale të mbajtura sot në Gjakov me organizim të Kryqit të Kuq. Pjesëmarrës ishin nxënësit e disa komunave, por garruesit nga Istoku ja dolën të vënë në praktik më mirë instruksionet për dhënien e ndihmës së parë. Me rastin e ditës botërore të Kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe, Dega Kryqit të Kuq në Gjakov mirëpriti garat rajonale ku morën pjesë ekipet nga komunat e Pejes, Deçanit dhe Istogut. Flanza Bakialama, sekretare e Kryqit të Kuq Dega Gjakov, tha se kjo ditë shënohet për të dëshiruar misionin e punës vullnetare dhe humanizmin që bëhet nga antarët të kësaj organizate. Sot, si që ceket edhe ju, është dita ndërkombëtare e Kryqit të Kuq, 8 maji. Festohet në këtë ditë pasi që kjo është dita e lindjes së themeluesit të Kryqit të Kuq, Henry Dunant, i cili është edhe fituesi i çmimit Nobel, fituesi i parë i çmimit Nobel për paqe. Kjo ditë shënohet për të dëshmuar misionin e punës vullnetare të kryesisë stafit dhe vullnetarëve të Kryqit të Kuq në humanizëm edhe në mirëqenien e qytetarëve të një komune. Simboli i këtyre dyshenieve do të thonë që Kryqi i Kuq ndihmon edhe e bardha, do të thonë që paqë. Kryqi i Kuq punon për paqë në njerëzimin. Ndërsa Driton Huli, sekretar në Kryqin e Kuq Dega në Istog, tha se përmes këtyre garave aftëson nxënësit për ndihmën e parë. Atëherë siç përshini edhe sot me datën 8 maj marrin garat regionale të ndihmës së parë, kështu që këto gara kanë filluar paraprakisht më herët nëpër komuna. Secila komunë do të thotë i organizon garat me shkollat e mesme, varet sa shkollat mesme janë. Prej aty të përzgjedhen një ekip më i mirë dhe marrin pjesë në gara regionale, të cilat si vjet po mohon Gjakov. Kurse me datën 15 maj, fituesi i sodëm nga këto 4 komuna, nga këto 5 komuna, atëherë do të marrë pjesë edhe në garat republikane, të cilat do të mohon me 15 maj të këtij viti. Këto gara shërbejnë si një mundësi e shkëlqyer për të promovuar vlerat humanitare dhe për të testuar aftësitë e të rinjve në dhënien e ndihmës së parë dhe reagimin në raste emergjente, thanë vullnetarët. Jam shumë e lumtur që jam të përfaqësuar Gjakoven me grupin tim dhe shpresoj që edhe këtë garë me fitu, ndoshta jo vendin e dytë, po të parën. Na jemi Kryqi i Kuq Dega Deçan, kemi marrë pjesë në garat rajonale që po mbahen faktikisht sot. Garat e Kryqit të Kuq janë gara jashtëzakonisht me eksperjenca shumë të mira dhe që domethënë na mundsojnë me pas se çysh mundemi me ofru ndihmën e parë në raste të ndryshme, në raste të fatkeqësive ose në raste të infraktave kështu me radhë. Shpresojmë që me nxon vendat e parë, domethënë. Fitues të këtyre garave u zgjodhen vullnetarët e Kryqit të Kuq nga Istogu, të cilët do të vazhdojnë garat republikane me 15 maj. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM.
Dita e sotme është karakterizuar nga motë me diell e vranësira, me temperatura që kanë lëvizur nga 7 deri në 22 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 10 gradë deri në 22 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell e vranësira. E shtuna do të karakterizohet nga moti vranet e merreshje shiu, me temperatura që do variojnë nga 7 deri në 18 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbizotrojë moti vranet me diell, me temperatura që do lëvizin nga 8 deri në 21 gradë Celsius. Moti vranet me diell pritet të mbizotrojë edhe të hënën, me temperatura që do variojnë nga 7 deri në 21 gradë Celsius. Moti vranet me diell pritet të mbizotrojë edhe të hënën, me temperatura që do variojnë nga 7 deri në 21 gradë Celsius. Moti ndryshueshëm pritet të mbizotrojë të martën, shoqëruar me temperaturë minimale 7, ndërsa maksimalja pritet të jetë 17 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. 249.000 euro do të shpenzohen për renovimin e 48 njësive banësore sociale në Gjakov. Njëmi 682 pacient nga zona Hasit dhe Malësia e Gjakovës kanë marrë shërbim ambulantor në 4 muajt e parë të vitit 2025 në Spitalin e Gjakovës. Në Gjakov mbahen garat rajonale të Kryqit të Kuq, vullnetarët nga Istogu shpallën fitues. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.